Sot jemi mbledhur këtu me nderim, me dhimbje dhe me përgjegjësi historike kombëtare për të kujtuar një ndër plagët më të rënda gjatë luftës në Kosovë, masakrën e Dubravës. Sot po qëndrojmë këtu përballë një pjese të historisë së Republikës sonë, të kësaj historie të shkruar me qëndresë të paepur dhe me sakrificë për liri. Në fund të muajit prill e në fillim të majit 1999, autoritetet serbe transferuan burgosur politik shqiptar nga burgje të ndryshme drejt Dubravës. Ky përqendrim masiv i burgosurve në një hapësirë të vetme ndodhi pikërisht në kohën kur regjimi Miloševićit po zbatonte planin gjenocidal në Kosovë. Dubrava ishte pjesë e mekanizmave të represionit shtetëror të përdorur kundër shqiptarëve të Kosovës, e që gjatë luftës u shndërrua në poligon pushkatimi. Në studimet bashkohore mbi kujtesën dhe dhunën, burgjet e regjimit konsiderohen si hapësirat kontrollit politik dhe të prodhimit të frikës kolektive. Burgjet në ish Jugosllavi, e sidomos ato në Serbi gjatë viteve 80 dhe 90, u përdorën sistematikisht kundër veprimtarëve politik shqiptar, studentëve dhe intelektualëve. Për këtë arsye, historia e Dubravës lidhet drejt për drejt me historinë më të gjerë të burgosjes politike të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Në ato ditë të majit të vitit 1999, brenda burgut të Dubravës, shteti kriminal i Serbisë kreu një ndër aktet më njerëzore. Nga rreth 980 burgosur shqiptar, 116 u vranë, 185 u plagosën, ndërsa profesori dhe mendimtari politik u kishin hoti u zhduk me dhunë. Të burgosur politik, civil shqiptar, u vranë mizorisht në kundërshtim me çdo ligj ndërkombëtar. Ky ishte krim kundër njerëzimit, shkelje flagrante e konventave të Gjenevës dhe e çdo norme të civilizimit njerëzor. Emrat e viktimave të Dubravës të gdhendur në memorial janë aktakuze përhershme kundër atyre që urdhëruan, organizuan dhe ekzekutuan këtë krim. Dubrava mbetet dëshmi për ekzekutimet masive e gjenocidale të shqiptarëve, për torturat dhe keq trajtimin ndaj të burgosurve shqiptar, por edhe për shpirtin liridashës të burgosurve politik që nuk thyhej e nuk dorëzohej para torturave në burgjet serbe. Dëshmitë e atyre ditëve janë rrëqetëse, por edhe aktet heroike të burgosurve që u vinin në ndihmë shokëve të tyre janë po ashtu rrëqetëse. Mbetet shenjë heroizmi, ajo mos organizimi mes burgosurve për mbrojtje, mjekim apo ushqim. E mbi të gjitha kur të gjallët qëndronin në të njëjtin shesh me shokët e tyre të vrarë. Andaj sot kur kujtojmë viktimat e kësaj masakre, ne nderojmë edhe dëshmitarët e saj. Ata që mbjetuan, ata që rrëfyen, ata që shkruan libra, dhanë dëshmi dhe ruajtën të vërtetën nga harresa. Dëshmia e tyre është pjesë e të vërtetës historike të Kosovës dhe kujtesës sonë kolektive. Republika e Kosovës ka obligim moral dhe shtetëror që ta ruajë këtë kujtesë, ta dokumentojë të vërtetën dhe të kërkoj drejtësi për të gjitha viktimat. Sepse shteti që kujdeset për kujtesën mundson drejtësi dhe ndërton paqe. Prandaj, krahas së qeni dhimbje, kujtesa jonë bëhet edhe drejtim. Ajo bëhet busull morale për brezat që vinë, që liria të mos merret kurrë si përherë e mirëqen dhe që krimet e së kaluarës të mos lejohen të përsëriten. Të nderuar pranishëm, sot kur kujtojmë martirët e Dubravës, kur kujtojmë mënyrën se si u vranë, ne kujtojmë edhe arsyen pse jetuan, për liri, për të drejtën që populli ynë të jetojë i lirë, në vendin e vet të vendos për vetën. Republika e Kosovës sot është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Kemi institucionet e qëndrueshme, kemi ushtri që mbron territorin dhe kushtetueshmërinë tonë, kemi rini që studion, punon dhe ëndrron në liri. Kjo Kosovë e lirë është amanet i të rëndëve, i dëshmorëve, i luftëtarëve çlirimtar, i të burgosurve politik
dhe i gjithë atyre që sakrifikuan jetën e kontribuan fort që ne sot të jetojmë të lirë. I përjetshëm qoftë kujtimi për të vrarët këtu në burgun e Dubravës, mirënjohje e thellë dhe jetë të gjatë të gjithë të mbijetuarve të asaj masakre. Lavdi të të rëndve në rrugën e gjatë e të vështirë të Kosovës për lirë. Ju falenderoj.